Giganti kinez I makinave elektrike BYD do të hapë së shpejti fabrikën e tij të parë evropiane në Hungarinë Jugore me plane për të prodhuar automjete elektrike dhe hibride, duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti. Szeged, qyteti më I madh I Hungarisë, është njohur për kulturën dhe historinë e tij, por tani njerëzit besojnë se mbërritja e kompanisë kineze të automjeteve elektrike do të riformosojë të ardhmen e tij. BYD sjell diçka të re duke shtuar diversitet në këtë qytet të fokusuar te bujqësia. Një industri si kjo ka një efekt të valëzuar duke krijuar mundësi të reja. Është një hap I madh përpara, tha Atila Kokuti, presidenti I dhomës së tregtisë së Szegedit. Fabrika e BYD do të jetë investimi I parë shumë kombësh në Szeged, duke transformuar qytetin në një qendër industriale dhe ekonomike. Ekspertët thonë se që nga njoftimi I projektit në vitin 2024, kërkesa për strehim është trefishuar dhe çmimet e pronave janë rritur me 12% gjatë vitit të kaluar. Kur fabrika të fillojë punën dhe prodhimin e makinave elektronike, do të ketë një kërkesë të madhe nga fuqia punëtore, si dhe për mundësi strehime. Kjo gjithashtu do të rrisë çmimet e banesave dhe shtëpive me qyra, tha Laszlo Balog, një ekspert biznesi në Hungari. Agjentet e pasurive të paluajshme në Szeged thonë se ka mjaftueshëm shtëpi në këtë qytet me 170.000 banor për të përmbushur kërkesën, por kjo mund të ndryshojë ndërsa më shumë punëtorë drejtohen qytetit. Dhoma e tregtisë e Szeged tha se fabrika e BYD mund të tërheqë furnizime dhe startupe teknologjike duke nxitur ekonominë e zonës. Për agjentet e pasurive të paluajshme si Silvia Dajka, që po ndihmon BYD të sigurojë strehim për punonjësit e ardhshëm, transformimi I qytetit në një qendër të madhe biznesi po fillon të ndodhë. Aktualisht kontraktorët përqendrohen në ndërtimin e godinave tradicionale të apartamenteve në qytet. Nuk ka pasur shumë bum ndërtesash banime, por ne presim që kjo të ndryshojë së shpejti, tha Dajka. Fabrika e BYD do të hapet më vonë këtë vit, duke prodhuar fillimisht 150.000 automjete në vit dhe duke krijuar 3.000 deri në 4.000 vende pune. Në të ardhmen, uzina mund të punësojë deri në 10.000 punëtorë me kapacitet të plot.